njëjtën e kam bërë tashmë që 2 orë për mocione në lidhje me miratimin e këtyre 2 ligjeve. Rëndësinë e këtyre 2 ligjeve, edhe sa i përket obligimeve ndërkombëtare, edhe sa i përket sektorit, unë tashmë e kam argumentuar më herët dhe që shoj të gjitha prapat e gjitha këtyre që i kam thënë më herët. Dua të falenderoj deputetin Tahiri që e pa të vërtetën ashtu që siç është, që është qëndrim politik, për dallim prej grupeve parlamentare të PDP-s dhe të LDP-s, të cilat shpikin justifikime, madje zoti Shala tha që ka justifikim që konsultimet publike kanë përfunduar para 1 viti. Zoti Shala ju janë kalkuluar para 2 viteve për ligjin tjetër, thatë që nuk kanë kaluar konsultime publike. Ju as nuk e keni ditë a ka pas konsultime publike ajo, Kryetaria e Kuvendit ka njoftuar që ka pas konsultime publike për të. Është terje e ka sinqert nga të 2 palët që të jepni justifikime të tjera sepse ato asnjëra nuk shënduajnë. Sidoqë të jetë në vendimi juaj politik, po japuni shtetit 9 milion euro dhe të pamundsoni reformat të cilat në të tjera mundsojnë integrimin në tregun rajonal dhe të Bashkimit Evropian, çlesni perfektimin e energjisë që 1 vit, 2 vite, mirë po nuk lejoni pakon e ligjeve që lejon transpozimin që na mundson të integrohemi në tregun rajonal dhe të heqim tregtarët për të cilët po flisni. Sidoqë të jetë, qëndrimi juaj është i juaje. Unë ju falenderoj të gjithë deputetët e Komisionit për Ekonomi dhe Televizje të Vendosje që me urgjencë dhe me seriozitet i kanë trajtuar ligjet deri tani. Faleminderit. Replikë Shala. Do të isha i lumtur nëse kjo ligje nuk miratohen sot, sepse Kuvendi i Kosovës do të shpëtoj qindra milion euro transaksione të parregullta me të nxjerra burimor në sektorin e energjisë gjithësisht, me ndërprej mënyrën e trajtimit të këtij sektori, monopolizimin, centralizimin, që praktikisht janë milionë që ndihmojnë buxhetin e Kosovës, veçanërisht gjatë kësaj faze ku tashmë 10 ditë para kohës të mbyll beja për me hapë mundësi mafisë energjetike me importu energji, e kjo do të vazhdojë gjatë të vitit kalendarik, prandaj këto ligje definitivisht e ndihmojnë të prerjen e tregtisë së energjisë në palishme që ka vazhdu tash e 5 vite me këtë qeveri. Prandaj, përvatjen që sot me shtrit dorën, me komplet sektorin, me shu regulatorin, me bërë postin, me vendos monopol, duke shkelur çdo procedurë dhe rregull, duke shkelur çdo nen që ka çështje dhe konkurrencë, atë ne nuk mund të pajtohemi dhe jam shumë i gatshëm që të ballafaqohem, por që ministrët edhe djetë thapë të shkruajnë dikush për të tregoj që afatin e konsultimeve kam thonë sot për marrë këtu. Jam i gatshëm për konsultime në rrugë teknike presë kanë do që ka paqartësi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë kryetare. Deshta me i tregu ministrës që ky ligj edhe ligje tjera, edhe ligji buxhetit, edhe pakuja dhe gjithçka tjetër, ministër ka lënë në 61 vota. Ju e keni 66 vota në kuvend, sikur ta bëni punën me kohë dhe me afate. Absolutisht asnjëherë nuk ju duhen votat e opozitës. Ju nuk keni qenë në vetëvendosje kur vetëvendosja ka qenë opozit, por unë ju rikujtoj që kur është votuar marrëveshja e stabilizim asocimit, bashkëpartijakët e tuna ato e kanë shumë sallën e Kuvendit e Republikës së Kosovës, e ne vetëm sa votuam disa shmangje dhe disa marrëveshje ndërkombëtare. Jeni ju ata që këtë legislaturë e bëni të quhet legislatura e shmangjes. Prej ditës parë, kur e keni sjellë zgjatjet buxhetore prej muajit mars, buxhetin dhe çdo ligj tjetër e keni sjellë jashtë procedurave. Shkurt, shqip, nuk e kemi asnjë obligim të votojmë procedurat e përshpejtuara dhe ligjet për cilat ne nuk e kemi sigurinë që janë ligjet që implementohen në praktikë prej sjelljes diçka të mirë Kuvendit të Kosovës. Ministre, për 9 milion euro, kur ti fitojnë, po thoni që e fitojmë ne. Sa herë që po merrni donacione, jeni ju që po denni dhe po lavdëroni që i keni fitu. Kur po humben, fajnë e pas ka opozita. Po ta dini që jo vetëm 9 milion euro,
po 4 miliard euro taksa të qytetarëve i keni në dispozicion 19 ministri të gjitha nivellet e pushtetit dhe nuk jeni në gjendje të bëni kompromis për pozitën e presidentit, por na dërgoni në gjendje dhe ky është faj i juaj, ekskluzivisht i juaj dhe vetëm i juaj. Andaj mos bëni me manipulim. Faleminderit kryetare. Replika do lidhet me dy çështje, me përmbajtjen dhe me diskrepancën serioze të cilën ministra po e propozon një po e trajton sot. E para, ndoshta po humbi në milion. Po ka probleme serioze që të lidhen me përmbajtjen e këto probleme serioze u dakorduar më herët nga kolegu ynë zoti Karaçi. Pra, për aspekti përmbajtësor është shumë debatues. Aspekti financiar, po ju rikujtoj që ne sa po votuar një pakot të ligjeve të cilat e kalojnë shumën për 100 milion që i fiton Kosova për këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare, marrëveshje të cilat kalojnë me votën tonë. Ne sot kemi qëndrim politik, jo vetëm për këtë, po për secilën pikë të rendit pikës që kërkon shmangje, nuk do të ketë votën tonë, do të kemi do të votojmë. Andaj mos humbi kohë, ne ka humbi kohë, edhe juve, edhe ne kanë humbi kohë, ne do të shkojmë në Kosovë. Faleminderit, vazhdojmë me ministrin. Nuk ka votuar, ka qenë ai rast dhe ka pas të bëjë me fusnotën dhe jo me diçka tjetër. Prandaj kur i thoni informata, ju lutem i thoni ndërkohë, deri në fund. Ndërsa sa i përket përmbajtjes, ne kemi trajtuar edhe në komision dhe i kemi trajtuar të gjitha gjërat. Nuk jam të sakta asnjë nga gjërat që i kemi thënë. Po ju los me që po insistoni dy gjëra. Tregomani një vend në Evropë ku të drejtat e aksionarit i luan kuvendi për OST-n, edhe tregoni një vend në Evropë ose tregoni çu që kishit vojë për krimi publik për me vlerë energji elektrike. Regjia e lutem që të bëhemi gati për votim, do ndash. Konstatoj se veçantë të krimo të afërbus të që të takumë rast një asënim, kuvendin nuk piraton shmangin nga të vatë të regulat, të 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 të